Ministri i Shëndetësisë Bujar Osmani në praninë të autoriteteve vendore sot në fshatin Kosovras të Eprëm vugur themelin e ndërtimit të ambulancës shëndetësore. Me një program festiv, nxënësit e shkollës në praninë të banorëve të këtij fshati mbajtën programin kulturor-artistik. Gjatë fjalës për shëndetje, ministri Osmani theksoi se qëllimi i është që të sigurojë mbrojtje shëndetësore për të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë. Pikërisht edhe ky vend është për të treguar se shërbime shëndetësore do t'ju ofrojmë edhe fshatrave më të largëta të Republikës së Maqedonisë, që do thotë shërbime shëndetësore do të marrin ngjashëm me banorët e kryeqendrës. Fjalë miradije dha edhe kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida, ndërsa drejtori i shtëpisë së shëndetit në Dibër, Ylber Kokale, nënvizoi se për ndërtimin e këtij objekti kontribut të madh kanë dhënë kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida dhe ministri i shëndetësisë Bujar Osmani. Sot jemi këtu për të vendosjen e gur themelit të kësaj ambulante, e cila do të jetë në shërbim të përmbushjes së kërkesave shëndetësore të banorëve të fshatit. E gjithë kjo u bë realitet me ndihmë dhe angazhimin e kryetarit dhe veçanërisht vendosmëria e ministrit ton, zotëri Bujar Osmani, i cili personalisht desht që kjo ëndër e kakmoqme jona të bëhet realitet. Në fund, ministri Osmani nënvizoi se kjo ambulancë do të pajiset me mjete të sofistikuara me çka do të rritet kualiteti i shërbimeve shëndetësore në këtë vend.